Atëherë, në qoftë se do të funksiononim në një vend normal demokratik, direkt pas shpalljes së akt akuzës nga SPAK-u, kryetari i Bashkisë së Tiranës do të jepet dorëheqjen. Kjo është primare përsa i përket një akti politik. Por me sa duket, dëshira për pushtet është absolute në Shqipëri. Unë si qytetar, jo si politolog, por si qytetar i vendit tim, unë dua që të funksionojnë institucionet. U bën mbi 6 muaj që Bashkia e Tiranës funksionon me të emëruar. Ndërkohë kemi të bëjmë me një institucion i cili është publik. Pra kemi të bëjmë me një institucion të zgjedhur, i cili momentalisht në këto kushte të cilët flasim ne, është pa kryetar bashkie dhe është me të emëruar politik. Pra, a janë të emëruar politik aleat të zotit Velia apo janë aleat të kryeministit është tjetër çështje. Po ne duhet të diskutojmë çështjen primare. Primusi kemi të bëjmë me një institucion i cili është publik dhe duke qenë se zoti Velia nuk është më praktikisht nuk është më kryetari i Bashkisë Tiranë, pasi është në akuzë. Dhe në që të flasim për një politik moderne, ose si po shpresojmë ne për të krijuar politikan modern, akti i parë që do të bënte zoti Velia ishte dorëheqja. Nuk e bëri këtë, pra do pritet vendimi i gjykatës. Me aq sa jam unë në dijenin time, unë nuk gjykoj se zoti Velia do të lirohet. Unë besoj se zoti Velia do të qëndrojë akoma në burg, pasi momentalisht ka një akt akuz të pastër për shpërdorim pushtetit dhe për korrupsion për zotin Veliaj. Ne nuk duhet të presim më këto lloj fenomenesh, pra kjo është edhe një lloj mënyre se si SPAK-u për i them dhe herë të SPAK-u, duke qenë se është SPAK-u i cili ka krijuar këto akt akuza. Ne duam vendime. Pra çështja e prokurorisë nga njëra anë është kryer. Tani duhet parë dhe ana tjetër e vendimit të formës së prerë. Unë më përpara e kam mbrojtur zotin Velia pikërisht për faktes duke mbajtur principin kryesor të drejtësisë i cili është i pafajshëm deri në momentin që shpallet fajësia. Pra teknikisht zoti Velia është i pafajshëm në momentet që flasim. Po kur vjen puna për politikë, kjo kalon përtej drejtësisë. Politikani, elementin kryesor, armën e tij kryesore, ka moralin. Dhe duke qenë se pak a shumë edhe zoti Veliaj, unë e quaj se një personazh i cili është i formuar. Pra ka njohuri për mënyrën se si funksionon ligji ose për mënyrën se si funksionon politika. Duhet ta kishte dhënë dorëheqjen për të treguar një akt qytetarie, një model të ri politik, modelin të cilin ai nuk e ndoqi. Prandaj jemi në këtë lloj faze dhe sot e kësaj dite, ku ne funksionojmë në Bashkinë e Tiranës me të emëruar, ku deklarohen të bëhen zgjedhje, kemi momentalisht një kandidat të pavarur që po bën fushat në Tiranë, ndërkohë që gjykata kushtetuese dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kanë pezulluar zgjedhjet në Tiranë. Prandaj ka disa pikë pyetje të cilat nga njëra anë ngjasojnë dhe me një teatër të shëmtuar të cilët po i ofrohet qytetarëve të shqiptar. Zgjidhja është e qartë në të lloj raste. Jo, në fakt, pyetja ime ka lidhje në fakt me gjykatën kushtetuese, jo me GKK-n. E kam fjalën këtu, nëse gjykata kushtetuese nesër do ta rrëzojë vendimin e shkarkimit të qeverisë, apo nuk do ta rrëzoj, apo do ta shtyj, me shumë gjasa mundet edhe ta shtyj, sepse kjo është një çështje që shtyj nesër. Mendon që do ta shtyj? Do ta shtyj, për arsye sepse praktikisht sipas gjykatës kushtetuese shkarkimi i zotit Veliaj nuk është i drejtë. Sepse zoti Velia u shkarkua për faktin që nuk ishte prezent në ushtrimin e detyrës së tij si kryetari i Bashkisë Tiranë. Ndërkohë zoti Velia ngren narrativën tjetër që unë dua ta bëj punën time si i zgjedhur publik që jam, po jeni ju të cilët mua po ma pengoni, duke bërë një arrest i cili zoti Velia shprehun që fillim që akuzat ndaj meje janë të pabaza. Kjo është një sulm politik, kjo është i shpife që bëhet drejt figurës time dhe unë do flas. Deri tani zoti Velia nuk ka folur as laf. Që të jemi transparent. Deri tani zoti Veliaj është avokatët e zotit Veliaj, po themi në një postim të fundit, në një dokument të fundit, e kanë konsideruar proces politik të gjithën këtë, pra persekutim politik të gjithën këtë që po i ndodh zotit Veliaj, që nuk e di si e gjykon, a është zoti Veliaj i përndjekur politik tani, po? Po, kjo është normalja që do bëjmë mbrojtja e një të akuzuarit, pra qëse rikthehemi edhe herë te principi bazë i pafajshëm, dhe sa shfaqet pajësia, kjo është karta ku do luajë dhe zoti Veliaj dhe avokatët. Kështu që praktikisht duke pasur parasysh çdo lloj narrative, edhe anën tjetër, sepse ne shikojmë, domethënë ne marrim informacionin nga media.
por kjo është çështje që i takon prokurorisë, është çështje në hetim, e cila vazhdon. Domethënë, ne duhet presim për një vendim të formës së prerë për sa i përket gjykatës, shkallës së parë. Kjo e përcakton dhe kjo e ndan një herë për gjithmonë shapin nga sheqeri, se çfarë do bëhet me zotin Veliaj, se praktikisht po të shikoni, është i njëjti precedent, edhe zoti Meta sot është në burg, por ende nuk ka një vendim të formës së prerë për zotin Meta. Edhe zoti Veliaj është në paraburgim, po ende nuk ka një veprim të formës së prerë nga drejtësia. Tani, pikpyetja ime si qytetar është, ne nuk duam të shikojmë gjyqe të cilat vazhdojnë deri në pafundësi. Ne nuk jemi as për inkuizicione që i bëhen figurave politike, por ama ne jemi për një shtet të së drejtës. Po, nëse zoti Meta, nëse zoti Veliaj, nëse zonja Balluku që sot nesër do paraqitet në SPAK, janë të pafajsh, janë të fajtor, atëherë drejtësia do t'japi një vendim dhe ne të shikojmë që këto personazhet që kanë abuzuar me pushtetin publik dhe ja kanë afera korruptive me njëri tjetrin, atëherë duhet të shkojnë në burg. Qartë. E di pse ka rëndësi në fakt vendimi i gjykatës kushtetuese nesër. Pra, mundet të shtyhet, po mundet edhe të mos shtyhet, po për një arsye, sepse palët politike po bëhen gati për zgjedhje dhe zgjedhjet në Tiranë varen nga ky vendim i gjykatës kushtetuese. Pra ndërkohë që ne po presim nëse gjykata do t'i japë të drejtë zotit Veliaj duke e lënë në pozitën e kryetarit bashkisë, apo nëse do t'i japi të drejtë zotit Rama duke e shkarkuar zotin Veliaj dhe duke hapur rrugën për zgjedhje, palët politike kanë nxjerrë kandidatët dhe ka filluar fushata. Tani, nëse do fokusohemi tek fushata, 3 janë kandidatët e Tiranës për bashkinë. Zonja Manastirliu nga Partia Socialiste, zoti Florian Binaj, kandidat i pavarur por i mbështetur nga opozita, dhe zoti Arlind Qori nga Lëvizja Bashk. Sipas një sondazhi të një televizioni tjetër pak ditë më parë, diferenca midis zonjës Manastirliu dhe zotit Binaj, si mazhorancë opozitë kryesore po flasim, nuk është e madhe as pak. Gjë që ngre pikpyetjet për, po themi, vijimsinë e Partisë Socialiste në krye të bashkisë. Unë nuk po dua të paragjykoj me asgjë. Ti si e ke analizuar këtë çështje? Okej, atëherë në dijenin time mund të jetë edhe një personazh i katërt, i cili përgjithsisht gjithmonë futet për zgjedhje bashkiake, është Marko Dajti. Marko Dajti, ndjes, po, është edhe Marko Dajti, shumë e vërtet, është harova, gabimi im, Marko Dajti, po. Dhe Marko Dajti, po praktikisht se luan ndonjë impakt shumë të madh përsa asaj që përket vota popullore kryesore e kryeqytetit të Tiranës. Unë i kam parë sondazhet ku aktualisht del zonja Manastirliu me 44%, fill mbasaj është zoti Binaj me 42%. Po, një diferencë shumë e ngushtë. Është diferencë shumë e ngushtë, por unë dua të bëj pak avokatin e djallit në këtë moment, dhe unë nuk është të besoj shumë tek sondazhet. Përsa i përket zgjedhjeve elektorale që zhvillohen në Bashkinë Tiranë, gjithmonë është vënë re një diferencë e thellë e Partisë Socialiste përsa i përket kandidatëve të opozitës. Pasi ajo çfarë funksionon brenda Partisë Socialiste është diçka unikale dhe është efektive përsa i përket fenomenit të zgjedhjeve. Ajo që quhet makineria elektorale socialiste. Egon, nuk ka rëndësi a do jetë Ogerta Manastirliu. Ne mund të vendosim edhe një gotë përpara si kandidatët të Tiranës dhe unë të siguroj që strukturat e bazës, makineria elektorale e Partisë Socialiste do votojnë Partinë Socialiste, sepse logoja është ajo çfarë ka të bëjë shumë. Tani përsa i përket figurës politike të figurës publike të zgjedhur nga opozita, është rrezik shumë i madh. Është bixhoz shumë i madh. Unë kam respektin tim për Florën si një çun Tirane, si një çun lagje, si një çun si të gjithë ne. Por siç e kam thënë edhe më përpara, kërkohet që politika dhe ku kemi të bëjmë me Bashkinë Tiranë është një trampolin shumë e madhe drejt të ardhmës politike të individit, se pak a shumë ka ekzistuar gjithmonë stereotipi që fituesi i Bashkisë së Tiranës pritet të jetë edhe kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Kjo gjë ndodhi me zotin Rama, kjo gjë ndodhi dhe me zotin Basha që fitoi Bashkinë Tiranë dhe pastaj u marketua si kandidati ideal i Partisë Demokratike dhe i opozitës së bashkuar për të bërë kryeministër. Prandaj unë kam disa pikpyetje përsa përket një figure kaq shumë publike e cila me sa duket rasti vetëm për të bërë fushat është ai i humorit dhe i populizmit.
A mund të funksionojë? Sigurisht që mund të funksionojë. Ka treguar historia politike e perëndimit, ka treguar raste suksesi, si ishte Pepe Grillo. Kemi Zelenski, kryeministrin e Argjentinës, i cili është këngëtar roku, i cili para pak kohësh dha dhe një koncert në stadium. Fenomenet e Shtetet Bashkuara, ishte Ronald Reagan, i cili ishte aktor, i cili u bë president. Pra, praktikisht kemi raste fenomene botërore të cilat vërtetojnë që nga arti mund të shkohet edhe këtu. A do funksionojë kjo në realitetin shqiptar? Unë kam pikpyetjet e mia, pavarësisht pëlqyeshmërisë së zotit Binaj, përsëri unë shikoj fragmentarizim shumë të madh atë çfarë po ndodh brenda opozitës, sepse ka shumë njerëz që mund ta pëlqejnë figurën e Florit, po do shikojnë që mbrapa Florit, edhe pse Flori tha unë nuk do të dal me drejtues politik, po mbrapa Florit do jetë Sali Berisha, do jetë Ilir Meta si figurë, do jetë Agron Sheha, do jetë shumë të tjerë, pra do kemi figura të tjera se do vendoset Flori kryetar bashkie, po drejtorët cilët do vinë, që do jenë pjesë organike së Bashkisë së Tiranës, cilët do jenë të emëruar politik nga PD-ja, do jenë të emëruar politik nga mundësia. Kjo është pikpyetje të cilët unë mendoj që kam për ta penalizuar deri diku fushatën e zotit Binaj, po gjithsesi deri tani me aq sa kam parë, duke marrë të mirë që do krijohen zgjedhje në Tiranë, pavarësisht se KQZ-ja dhe gjykata kushtetuese kanë thënë jo për momentin, përsëri unë figurën e zotit Binaj e shoh si një figurë të mirë, e shoh si një figurë akoma më të mirë nga ata çfarë janë funksionar politik të Partisë Demokratike sot, të cilët fatkeqësisht koha e tregoi, të cilët nuk qenë të suksesshëm. Pra, Belind Kolliçi dështoi në mënyrë spektakolare për sa i përket Bashkisë Tiranë. Zoti Ali Mehmeti është një figurë e mirë qytetare i cili ka vërtetuar që edhe për zgjedhjet primare brenda Partisë Demokratike për zgjedhje pati pëlqyeshmëri nga partia, zgjedhja elektorale të majit 2025 e nxorën si një nga figurat politike më të votuara në qarkun e Tiranës, por gjithsesi nëse zoti Ali Mehmeti nuk mund të sakrifikohet më për të mirën e Partisë Demokratike, prandaj në këtë lloj rasti ai është shmangur kësaj gare dhe është vendosur figura e Florian Binaj, e cila ka dy faktorë. Ose do jetë një super autogol i opozitës, ose ndoshta mund të sjellë një ndryshim përse përket Tiranës, por ama duhet të jemi të qartë që praktikisht 20 vitet e fundit Bashkia e Tiranës është fituar vetëm nga Partia Socialiste. Pra ishte Edi Rama, absolut përse përket votës në Bashkinë Tiranë, ishte Lulzim Basha i cili fitoi Bashkinë e Tiranës me kontradikta të thella. qartë. E mbani mend besoj situatën që ndodhi në KQZ, ku kryetari me 11 vota, me 10 vota, po. Një rinumërim dhe ishte një diferencë shumë e vogël. Po. Pas 4 vjeçarit të zotit Basha, pam një ngritje super të fuqishme politike të Veliajt nga ana tjetër. Kështu që përsa i përket votës, përgjithsisht, në votën e përgjithshme Partia Socialiste dominon qytetin e Tiranës. A do ta thyej këtë trend Florian Binaj? Kjo mbetet për të parë. Florian Binaj është futur si kandidat i pavarur për zgjedhjet që janë tani. Do të kemi parasysh, nëse nuk do kemi zgjedhje në Tiranë, a do jetë përsëri zoti Binaj kandidati i opozitës? Po, edhe kjo është një pyetje në fakt. Kjo është pikpyetje tjetër. Por gjithsesi deri tani, përveç pikpyetjeve klasike, tradicionale të mënyrës të votuarit të shqiptarëve që pak a shumë dihet që më tepër votojnë logon e partisë sesa kandidatin, këtu Partia Demokratike dhe opozita është në handicap. Partia Socialiste ka një strukturë të mirë organizuar, të cilët dinë ku ta çojnë votën. Këtë gjë ata janë profesionistë. Këtë gjë dinë ta bëjnë dhe kanë vërtetuar që e bëjnë mirë. Të paktën nga 2013 deri më sot ke zgjedhjeve politike dhe përsa i përket zgjedhjeve bashkiake kanë që nga 2009 të cilët nuk lëshojnë pe. Qartë. Po një kandidat i cili ndoshta si Florian Binaj nuk ka struktura, po themi, por është një kandidat shumë i fortë dhe besoj të gjithë bijem dakord për cilësitë individuale të Arlind Qorit. Si e sheh ti të projektuar? Shkurtimisht, se dua të kaloj në pyetje tjetër, se kjo do edicion në vete kjo çështja e bashkisë. Okej, përsa i përket fenomenit të zgjedhjeve, unë jam dakord për konsistencën që mban zoti Qori. Do të thënë i qëndron besnik idealizmit të tij politik,
e ka deklaruar veten drejt social-demokracive, edhe pse ngjan projekt totalisht i majt, është konsistent në deklaratat politike, është konsistent në daljet publike, edhe ka treguar i cili është një person i cili zgjedh një formë qytetare. Pra, do ketë më shumë probleme në krijimin e fushatës midis Florit dhe Arlindit, sepse në një farë mënyrë ngjajnë me njëri tjetrin. Për dy njerëz të cilët kanë zgjedhur një fushat civitas, pra të takojmë njerëzit duke dalë vetë në këmbë. Unë kam parë videot e zotit Binaj së fundmi, i cili del me makinën, bën kontrollet nëpër Tiranë, shëtit, takon njerëz, të njëjtën gjë bën edhe zoti Qori.